Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Zgjedhjet mbaruan. E kemi të ndyer mbaruan, por tani mbaruan vërtet. Besoj mbarojnë dhe formalisht. Nuk e di sa duan, Tela, bilega më ndihmoni se ju merrni dhe me. Do të kenë mbaruar pra. Duhet të jenë mbyllur, në momentin që flasim, ne duhet të kenë mbaruar dhe formalisht dhe pritet certifikimi i tyre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edi Rama fitoi thellë, opozita humbi po thellë, por nuk pranon rezultatin dhe kanë shpallur manipulim të thellë. Thellësisht të gjitha gjërat që pam, që kanë ndodhur mendohet këtë 11 maj. Ndërkohë partitë e reja, për mendimin tim, po dhe të shumë, edhe disa kolegëve të tjerë të mirë gjithë, as fituan as humbën. Në pjesën e parë të këtij emisioni, për këtë arsye, po duke u përpjekur të bëjmë edhe një diskutim, si thua, jo me ato klishet e zakonshme që jemi mësuar në 12-13 vjet e fundit, ku fituesi vërtet kesh dhe gëzohet shumë dhe si nuk i pranon rezultatet. Unë jam përpjekur që emisioni e kaluar, po dhe këtë emision ta ndërtojmë në një mënyrë, këtë pjesën e parë ta ndërtojmë në mënyrë ndryshe, për të parë qëllimisht e pjesa e kësaj që ju quajtën partitë e reja. Dhe u konsideruan si tilla. Pra, në pjesën e parë të këtij emisioni kam ftuar Agron Shean, i cili do të na shpjegojë se ç'ishin këto zgjedhje për partinë e tij, por dhe më gjerë. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë. Ndër përtes. Në pjesën e dytë do të vi deputeti i sapo zgjedhur Klevis Balliu, i cili do të na shpjegojë diçka për zgjedhjet, po nga perspektiva e Partisë Demokratike. Klevisi do prezuar sepse ai vjen. Pjesa dërmuesen tonë, me Zavajën ne u përpoqim bashkë sot, të ndihmojnë edhe ti e të gjithë. Është shumë e vështirë të hapim telefonat dhe të komunikosh. Gjallë në botë nuk komunikojnë. Sigurisht do të rregullojnë gjërat e tjera, por me ditët i do kalojnë sepse është shumë e vështirë të opozita të dalë dhe të flasë. Preshim doktorit që, si që keni vënë re, çdo ditë del një herë, 2 ose 3 herë ditën, thot gjërat e veta, përgjigjen në gjë aty dhe ikën. Tani, përveç Agron Sheajtë që u prezantuam, është Baton Axhiu, me mbrëma, faleminderit. Andi Tela dhe Antona Bilekaj, 3 analistë, njohur. Faleminderit shumë. Në studion 2 Sebastian Zonja, i cili ndihmon emisionin tim dhe të përpiqet ta bëj këtë gjë edhe në ditët në vijim, besoj. Sebastian, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma Ylli, mirëmbrëma të ftuara. Ç'është, nuk do më thuash shu kaq mije, kaq kështu, se nuk ka pikë rëndësie dhe nuk mban mend asnjë shqiptar. Një 800.000, 530, 40, kaq ky. Dua të më thuash ç'është rezultati i zgjedhjeve. Ato au certifikuan, po nëse s'ka ndodhur, Jo, nuk janë certifikuar ende, nuk janë mbyllur ende, janë rreth 34.000 vota që pritet të numërohen, është duke u numëruar. Janë dhe 34 tjera? Po, 34.000 vota. Deri në këto momente kemi një garë faktikisht që po ndodh në Vlorë, kemi Vasil Lajon përballë Klevis Kasos, është Sarand Vasili, që është duke ndodhur në qarkun e Vlorës në këto momente. Kjo është gara brenda Partisë Socialiste. Pak orë më parë, Ylli, me numërimin e votave të diasporës, Admir Kadeli në Lezhë ka thyer Marieta Nelën. Pra kemi disa kthime, siç e kemi informuar edhe më herët. Olta Xhaçka është konfirmuar në Tiranë dhe Ronaldo Rakipi është konfirmuar në Tiranë. Ndërkohë më herët kemi pasur dhe Isuf Çelën në PD-s. Dhe nga këta që përplaseshin fort, kush ka rënë në Tiranë? Në Tiranë jo, asnjë, domethënë më herët. Nga socialistët e kanë fjalën që rivalizonin. Thjesht u konfirmua Olta Xhaçka dhe Ronaldo Rakipi, i cili po. Gjylameti? Gjylameti ka rënë dhe Qefalia, po, njës të fort partisë. Ka qenë kjo përballje Uleni pak temperaturën, ju lutem. Dhe si që thash edhe pak më herët, pak orë më parë Ylli, kemi pasur dhe përmbysje në Lezhë të Partisë Socialiste, pra ka një lloj gare të vogël brenda Partisë Socialiste në këtë momente, një garë brenda llojit. Po, Admir Kadeli ka përmbysur me votën e diasporës Marieta Nelën, dhe po flisnim edhe sa i përket Vlorës, po pritet në këto momente edhe nga kolegët cilët ndodhen
duke ndjekur pranë KQZ-s apo pranë Parkut Olimpik votën e diasporës, se si Vasil Llajo do të shkojë gara me Klevis Kason, po rekuperon Klevis Kason në këto momente nga informacionet që kemi nga Parku Olimpik, ku po numërohet vota e diasporës përballë Vasil Llajos. Kjo është dinamika e numërimit në këto momente. Ylli, pra siç e thash, jemi rreth 34.000 vota për të numëruar që mund të mbyllet mesnatën e sotme. Mund të mbyllet mesnatën e sotme dhe nesër ne do të kemi një votime të mbyllura dhe një rezultat përfundimtar. Pastaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kur operon? Pastaj ngelet në qoftë se do të ketë ankesa, pastaj domethënë është një procedurë e gjatë për të shkuar deri te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kemi pasur edhe intervista me zotin Ilirian Celibashi, pra për të shkuar deri tek certifikimi, pastaj është një procedurë tjetër. Tani një nga gjërat që është shfaqur më shumë, ju e përmendët Tiranën, po është lufta brenda llojit dhe këtu me që viten ndodh që viten gjëra të rëndom, kanë filluar të vjedhin dhe vetveten. Baton në njëri tjetrin. Kjo ndodh gjithmonë. Ndodh kjo. Gjithmonë. Si ti rëmbejnë jo vetëm këtu, gjithandej ndodh. Ndodh. Pra ajo është keq numërim, nuk është vjedhje. Keq numërim, domethënë ose që i numërojnë në mënyrë qëllim në këtë mënyrë. Pra se Sebastian din ka pasur kërkesë nga Ilir Ali Mehmeti për të marrur kamerat, faktikisht videot. Ky ishte lajmi i fundit që ka ardhur faktikisht. Pra, nuk e din në qoftë se është për mundësinë e manipulimit, apo në qoftë se do të vërtetojë diçka tjetër. Iliri ka thënë që më kanë vjedhur, po. Edhe ka humbur ai, ka marrë shumë vota dhe ka humbur. Po jo vetëm ai, edhe nga Partia Socialiste ka kandidat për deputet që kanë kërkuar kamerat për të parë nëse janë sakta shifrat apo jo. Që ndodh domethënë thot Batoni, gjithandaj ndodh në çdo lloj shkence ose sport dije për shembull ndodh te Interit. Barazojnë minutën e fundit pamp dhe nuk e merrte kampionatin, e merrte Napoli, bam tjetri. Shikonin popullata dhe për ata që se dinë si bëhet numërimi, domethënë një kuti ndahen votat e partive politike, domethënë Partia Socialiste, Demokratike, Mundësia, Lëvizja Bashke e tjera. Pastaj votat i numëron secili në mënyrë me kontroll, domethënë votat e Partisë Demokratike i numërojnë ata të vetët, si nëse mund të themi kështu. Aty pastaj nëse janë komisioner e ndërgjegjshëm e kryjnë punën si duhet, nëse nuk janë. Në gjitha rastet lexohen në Sebastian, faleminderit. Ma kalon një Sebastianit, lutem. Për çdo gjë tjetër do të rrim në kontakt Ylli nëse do të ketë ndonjë kthim rezultati. Po faleminderit. Por ky është rezultati deri në Nëse ne nuk do të kemi asnjë gjë, unë të falenderoj shumë dhe kaq. Domethënë, faleminderit. Në ditët më pas do të vijojmë, jo vetëm kaq, po ti do të përpiqesh të jesh edhe duke ndihmuar mua edhe në studio me mundësitë që ti ke. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Shehaj tani, shiko sa, keni marrë 2 mandate në Tiranë. Si e konsideroni këtë rezultat? Ju në fakt keni deklaruar shpesh se kishit pritshmëri edhe për të siguruar grup parlamentar. E thatë disa këtë dhe bëtë përpjekje dhe mirë betë. Po, mos ishin në vendin ku ne jetojmë dhe në gjendjen ku jemi, mos ishin ambicjet më të mëdha se mundësit. Se pavarësisht se votojmë në Partisë Mundësiare. Edhe ndodhë që s'janë mundësit, e kupton? Në vendin ku jetojmë, se mundësit e tua mund të kënë qenë. Pritshmërit janë gjithmonë të mëdhaja se... Sigurisht ne të gjithë, unë të paktën, po dhe bashkëthemeluesit e Partisë Mundësia, kemi vënë një target që do të jetë qartësisht ambicios. Ne kishim pritshmëri, kishim një objektiv shumë të lartë, sepse nuk ishte lehtë. Pastaj, në kalimin e ditëve kishit perceptim që i kishit mundësitë e votave. Kishte perceptimi është perceptim, po që le të themi që kishim një pritshmëri të lartë që mund të arrinte de facto në një grup parlamentar, nuk ishte e pamundur, nëse ne do kishim marrë, le të themi, 10% të votave sa dhe ishte qëllimi ynë fillestar, për 7 mandate nuk ishin të pamundura për të marrë. Që do thoshte 4 në Tiranë dhe 3 në qarqe tjera jashtë Tiranës. Pritshmëria mesatare ishte, le të themi, 7 apo 8%, që sigurisht ishte një numër më i ulët, e pastaj ishte edhe pritshmëria minimale, që është në fakt korrespondon me rezultatin që ne morëm, 2 mandate në Tiranë dhe asnjë mandat jashtë Tiranës, sepse ky është zgjedhor. Por sigurisht nëse ne krahasojmë këtë rezultat me pritshmëritë që kishin të tjerët, që kishin analistët, që kishin komentatorët e politikës së përditshme, ky do ishte një rezultat shumë i mirë. Por në krahasim me pritshmëritë tona, në fakt, është minimumi që ne prisnim. Nuk mendoni se një rol të rëndësishëm te ju luajti
edhe sistemi. Sistemi sigurisht, sistemi elektoral, si sistemi elektoral është ndërtuar për të penguar partitë e reja. Është menduar dhe është ndërtuar si nëpërmjet proporcionalit rajonal. Sistemi ka filluar në vitin 2008, ku Ilir Meta më kujtojë të kaloj në një grevurie në parlament, dhe më pas u pasurua si sistem për të mbretëruar dy partitë e mëdha. Është një sistem që është ndërtuar për të penguar partitë e reja. Kjo s'ka asnjë dyshim. Por kjo është vështirësia më e madhe në fakt për çdo parti të re të sapo krijuar. Vështirësia më e madhe është të hysh në parlament. Ne kemi hyrë në parlament me 2 deputet, kemi marrë vota kryesisht në zonat urbane dhe në zona që mbahen për zona ku votuesit votojnë majtas kryesisht. Dhe mendojmë që është një fillim inkurajues. Nuk është ajo që ne prisnim më shumë, por është një rezultat inkurajues. Tani, çfarë do të bëni tani? A është për ju ky një rezultat që ju jep legjitimitet për të ndërtuar një alternativë më të madhe? Apo ju dhe Erald Kapri thjesht do të jeni 2 deputet më shumë në parlamentin e Shqipërisë, siç edhe ndodh rëndom, kupton? Kjo varet nga çfarë do bëjmë me këto. Jemi të qartë agron, lufta që bëjnë 2 forcat e mëdha, jo vetëm 2 forcat e mëdha, për të shyer të tjerë të vegjëlit, siç e tham, por ndërkohë dhe ne, unë që po të flas ty, popullata jonë, domethënë përgjithësi, ka prirjen e polarizimit. Për shembull, 40 orët e fundit ju humni shumë më shumë se sa do t'ju votonin pak ditë më përpara. Ndodh kjo rëndom për shkak të polarizimit dhe ky popull jemi ne tani, se duhet të bëjmë edhe llogari të këtij lloji. Pra, çfarë ju keni ide në një alternativë më të madhe apo mbijeton aty? Siç ke mbijetuar në Partinë Demokratike, kupton? Pavarësisht se ke dashur të bësh më shumë. E kam thënë që ditën e parë. Ky është një projekt politik afatgjatë dhe hyrja në parlament është hapi i parë. Nuk ka dyshim që nga këtu fillon ne këtë patëm mundësi të bënim në këto 10 muaj, mund të kishim bërë më shumë, por sigurisht është një rezultat inkurajues, le të themi. Dhe ky është vetëm fillimi. Se çfarë do bëjmë me këto 2 mandate, unë sigurisht mund të them shumë gjëra, por që qytetarët shqiptarë do kenë mundësi në 4 vitet e ardhshme të na gjykojnë dhe të na vlerësojnë, se do vinë prapë zgjedhje, dhe të na vlerësojnë për punën që do bëjmë. Çfarë kam bërë unë vetëm në parlament, e ke ndjekur, qytetarët shqiptarë kanë patur mundësinë të më ndjekin dhe të më vlerësojnë, sepse rezultati që kemi marrë në këto zgjedhje është edhe pasojë e punës që unë kam bërë ato 8 vjet në parlament. Çfarë kam bërë në parlament, çfarë kam bërë në Partinë Demokratike ku isha, sa punova për të dhënë kontributin tim që forca politike ku unë isha të bëj më besueshme dhe kontributi që unë dhash që opozita të bëj më besueshme duke bërë një opozitë vërtet në parlament. Tani, pavarësisht se Partia Demokratike ka marrë rezultat tmerrsisht të dobët, duke i humbur thellësisht zgjedhjet, ajo është konfirmuar si opozitë e vendit. Si e vlerësoni ju rezultatin e tyre dhe a ka ndonjë mundësi bashkëpunimi tuajnë me Partinë Demokratike? Tani, kur je në opozit, ka vetëm një bashkëpunim. Bashkëpunimi është në opozit. Do t'i detyra jonë e gjithë aq më tepër tani që Partia Socialiste ka marrë 83 mandate, është vetëm opozita. Kështu që secili duke bërë opozitën e vet, do në një farë mënyrë është në të njëjtën anë shkundër maxhorancës. Prezenca jonë me votat e Partisë Mundësia është thjesht e pasuron, mendoj unë, opozitën, me 2 deputet të cilët duhet të tregojnë me punë, me fakte, me angazhim në opozit, që ka merituar votën dhe besimin e qytetarëve shqiptarë. Tani, opozita, e thamë, nuk e pranon edhe këtë pyetje kam unë dhe pastaj ndryjnë kolegët, por ndoshta këtu fillon, edhe një debati. Ta bëjmë interesant. Që të bëhet interesant, opozita nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve dhe thot se ato janë vjedhur. Në fakt ishte një gjë shumë e pritshme. Kjo deklarat. Që do i vidhin apo që do të deklaroj? Deklarat. Jo, se ka vende ku nuk thuhet, për shembull nuk thuhet në Shkodër që janë vjedhur, në Lezhë që janë vjedhur. Ose për shembull nuk e kanë vjedhur votat të Jori Tabakut. Ose nuk e kanë vjedhur ose ja kanë vjedhur Ali Mehmetit, por brenda vetes më shumë ndoshta. 16.000 ca vota që kanë marrë. Nëse kjo është një gjë shumë e diskutueshme dhe
do me thënë të kontestueshme kanë qenë gjërat dhe zgjedhjet që pas vitit në 94 e këtej. Dhe se kanë ardhur dhe duke u ngritur dhe në artë kjo gjë. Tani, ti, që mendoni për këtë pretendim ju? Tani, u mendoj Dhe ju, a ju kanë vjedhur që votat? ne kemi... Së pari, a ju kanë vjedhur ju? Vjedhja e votave është një shprehje. Kur flitet për vjedhje votash, flitet besoj unë për një garë e pabarabartë. Është manipulim ose garë e pabarabartë. Të gjitha fenomenet që kanë ndikuar negativisht në zgjedhje të drejta, që kanë ekzistuar përpara ekzistojnë edhe sot. Blerja e votës, presioni mbi administratën, kapja e ekonomisë, ndikimi ose kapja e medjave, janë gjithë edhe shumë të tjerë, janë fenomene që sigurisht kanë ndikuar në krijimin e një situate ku gara elektorale ishte absolutisht e pabarabartë. Ne ishim të vetëdijshëm që hynim në një garë të tillë, është e pamohueshme që kjo gjë ka ndodhur, dhe sigurisht duhet ta ngrëmë zërin për këtë gjë. Tani të thuash është një gjë që janë vjedhur, si janë vjedhur? Është vjedhur kutia. Ajo që ne duhet të bëjmë si opozit është të flasim për fenomenet që kanë bërë dhe e kanë kthyer nga një anë këtë sistem elektoral, këto zgjedhje, siç e kam thënë edhe herë tjetër në këtë studio dhe në studiot e tjera, praktikisht mund të themi që rotacioni politik në Shqipëri është bërë jashtëzakonisht shumë i vështirë, sepse kush është në pushtet e përdor pushtetin për ta bërë këtë gjë të pamundur, ose pothuajse të pamundur. Por ky mund të jetë edhe një alibi për gjithë ato forca politike që janë opozit, të cilat as nuk e marrin mundimin fare që të ndryshojnë, të fitojnë, të bëjnë më të besueshme, të fitojnë besimin e qytetarëve, sepse kanë gjithmonë kartën e regjimit, dhe në fakt nuk kemi shumë larg një regjimi, apo të padrejtësive që ne dimë që ndodhin në zgjedhjet dhe kanë ndodhur gjithmonë, po ndodhin dhe ka gjasa që ndodhin, vazhdimisht të ndodhin. Pra, ju nuk dole të bërtesit një gjithë të tillë, që zgjedhjet janë vjedhur të gjithë. Ju personalisht, për shembull, partinë tuaj, te partia juaj, te votuesit tuaj, te komisioneri, se ju nxorët njerëz që kontrollojnë të zgjedhje. Ju çfarë konstatuat? Nëse ti më pyet, Agron, ju keni garuar në kushtet barabarta? Ti do të thuash jo. Jo. Agron, janë vjedhur votat e partisë Mundësia nga kutia? Po. Përgjigjja është jo. Ja. Votat e partisë Mundësia nga kutia nuk janë vjedhur. Kjo nuk do të thotë që ne kemi garuar kundër partisë në pushtet në të njëjtat kushte. Përkundrazi, mund të rrim këtu tërë darkën e të bëjmë një listë me të gjitha instrumentet që janë përdorur nga majoranca për ta bërë për t'i garantuar majorancës një fitore me 83 mandate si ndodhi. Ndryjnë kolegët? Atëherë, e para, të roj që nëmën pavarësimit tjesh në parlament, se është diçka tjetër përcaktimi pavarësimit partisë, është këtë diçka tjetër që është vetëm njeri nga një parti e madhe. Parasysh se përcaktimi i pavarësimit është një guxim. Dhe magron ata që marrin guximin për me bë parti. Marrin dhe kosa. Jo. Do me thonë, e kanë një qëllim dhe realisht e kanë synimin e vetë. Guximi realisht është mbranda saj është dije, është infrastrukturë, është lek, është gjitha ato që tash i ke përjetuar, parasysh se individualisht ke bën një betejë, tash bën një betejë me një koncept, me një parti. Kështu që kush do që të thotë diçka tjetër, gabon, parasysh se përcaktimi i pavarësimit është gjëja më e rëndësishme te njeriu mas pari, e pastaj te koncepti. E dyta, unë e di që kur ke dal nga një koncept i Partisë Demokratike ose nga një e djathtë, ti ke pas disa çështje rrugës, mas pari krijimin e besimit, parasysh se ke dal në një fazë kur Partia Demokratike ka qenë në shkapërderdhje sipër për shkak të përplasjeve të mbrëmshme. Pastaj ajo faza tjetër e krijimit të lojalitetit, parasysh se një njeri
e donë mas pari përveç besimit, donë edhe lojalitetin, ngritja infrastrukturës, arritja informacionit të periferia për asyse deris të mësojnë emrin e partisë, mund të njojnë vetëm individin, për partia është problem, dhe beteja e jote ka qenë në Kryqëtet ose në Trekanqin, hiq edhe Vlorën, në Trekanqin Durrës, Elbasan, edhe Tiranë, plus Vlora, që është edhe pjesa jetës tande. Hyrja në parlament, dhe më thënë, është mbi këto karakteristika. Tash është një betej tjetër. Kjo betej e pavarësimit agron e dënë një diskurs, një betej pa kompromis, ku është vija kuqe e kompromiseve për shtetin dhe ku është vija e kuqe për Partinë Socialiste. Për arsye se për Partinë Demokratike do ta bëj edhe një pyetje tjetër. Shiko, nëse kuptova mirë pyetjen, ti po thua... Vija e kuqe me Partinë Socialiste? Jo, e ka më shumë ku mbaron lufta kundër Partisë Socialiste. Edhe kur fillon e drejta për mi shërby shtetit, edhe me Partinë Socialiste. Atëherë, shko, çështja është këtu. Betejat që unë kam bërë në parlament si përfaqësues i Partisë Demokratike, kam patur vetëm një qëllim, interesin publik. Interesin publik, çdo gjë që kam bërë, ka qenë në favor të interesit publik. Dhe çdo limit dhe kufiri i kornizës brenda të cilës kam vepruar, ka qenë gjithmonë interesi publik. Çdo herë kam pyetur veten në atë që kam bërë, në betejë, atë që kam bërë, kjo është në interes të publikut apo s'është në interes të publikut. Kështu që ky mbetet limiti, kjo mbetet vija e kuqe. Edhe kur ka qenë kundër interesit tim personal, e kam bërë prapë betejën, sepse kam menduar që në atë mënyrë po bëj interesin e qytetarëve. Kam bërë beteja me ministra, me deputet dhe me kryeministrin vet, ku qartësisht janë interpretuar nga ana tjetër si betejat mia personale kundër atyre si individ, dhe nuk kam ndaluar sepse kam qenë bindur që ato nuk kanë qenë betejat mia personale, kanë qenë beteja në favor dhe në interes të publikut. Dhe kjo do vazhdoj të jetë ajo që mua brenda kësaj kornize unë do veproj. Nuk ka asnjë dyshim. Unë kam shumë të qartë se çfarë është interesi i qytetarëve dhe respekti i institucioneve. Dhe çfarë është lufta kundër abuzimit me pushtetin, vjedhjes, korrupsionit, duke folur vetëm me raste konkrete, të verifikueshme, pa spekuluar, pa bërë akuza që kanë qenë të pabaza. Kur nuk kam bërë asnjë akuzë dhe kur nuk kam shkuar përtej, se është shumë e thjeshtë që ti të nisesh nga një dyshim dhe ta kthesh atë dyshimin në një akuzë që shkon përtej fakteve dhe përtej provave. Gjithmonë kam folur me fakte, gjithmonë kam folur me prova. Dhe këtë e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj në parlament. Agron, unë jam i vetëdijshëm, të kam përcjell publikisht, ti kur asnjëherë nuk pretendon që të krijosh dëshira, edhe ato dëshira pastaj të shndron në fakte. Përkundrazi ti je njeri i cili ki akuza faktike, pastaj e ndërton diskursin. Ky është modeli yt. Po tash kur jemi te kjo, ky diskurs do të duhet në parlament. Dhe ti ke ky është sukses i madh mi pas 2 deputet, për ata të cilët e din që është betejë fillestare, është një sukses i jashtëzakonshëm. Por suksesi nuk përfundon nëse nuk e rrit diskursin brenda parlamentit dhe brenda asaj që quhet betejë për Kryqëtet. Ju e dini që Kryqëteti është betejë më e madhe e partive të vogla për të arritur suksesin, për arsye se aty është informacioni i parë, aty është betejë me pushtetin, aty është betejë intelektualëve kundër pushtetit. Dhe është një popullsi e cila e ka informacionin e parë. Besoj që ajo që duhet të bëni i keni zgjedhjet lokale së shpejti. Ndoshta betejën, ndoshta zgjedhjet edhe për Tiranën. A jeni në gjendje si Agron që të konkuroni vetë në një betejë për Tiranën, për të ndërtuar edhe diskursin, edhe guximin, siç e keni pas në formimin e partisë, edhe në qoftë se humbni. Dhe kur po them këtë, a jeni me qenë se e keni një deklarim kështu pa ekuivoke, unë jam i djathtë dhe pikë. Çka mund, me qenë se e djathta në këtë moment që është opozit, Partia Demokratike, nuk do të rritet, po do të shkërmoqet, kjo është mendimi im,
për shkak të... Ju keni një, po themi, një ambar bukur të madh të votave, edhe të papërcaktuarve, edhe të djallëve, por edhe ata të cilët në një farë mënyrë në kryeqytet ju adhurojnë. Cila është betejë e jote e ardhme politike, duke përfshi diskursin parlament edhe betejën në kryeqytet? Tani, në lidhje me Bashkinë e Tiranës, shpejt për të shprehur, ne duhet akoma të mund të jetë tani shpejt ajo. Dakor, po nuk e kemi diskutuar, do ta diskutojmë brenda... Unë po të pyes ty si agron. Si agron, unë nuk mund të jap mendimin tim personal, po do jap mendimin, unë jam kryetari i Partisë Mundësia dhe nuk mund të them, po thash unë tani se çfarë mendoj unë, i bie që de facto ka marrë një me pyet, Po, jo, dakor. Ky është një vendim që duhet merret brenda strukturave të Partisë Mundësia. Në lidhje... Kur thash a do kandidosh, kjo është arsyeja që një kandidat dhe një parti rritet brenda një horizonti të një kryeqyteti. Është diçka që duhet diskutuar, një çështje shumë e rëndësishme, për cilën duhet diskutuar brenda strukturave të Partisë Mundësia. Do ishte mungesë respekti për strukturat nëse unë tani do vija këtu dhe të jepja një mendim që de facto pastaj mund të interpretohet si vendim dhe jo si mendim. Shiko, por edhe kjo, pavarësisht vendimit që ne do marrim, është një vendim i rëndësishëm se çfarë do bëjmë, por ne vazhdojmë të qëndrojmë mendimit tonë dhe vizionit tonë. Kemi një projekt politik afatgjatë. Ky është hapi i parë, do jetë një hap i rëndësishëm, pjesëmarrja dhe se do marrim pjesë në zgjedhjet vendore, opozita në parlament që ne do bëjmë jo vetëm si 2 deputet, po dhe si 2 deputet të zgjedhur me votën e atyre që kanë zgjedhur Partinë Mundësia për të përfaqësuar në parlament. Mos harrojmë, është shumë e rëndësishme. Këta mund të shikojmë... 20.000 njerëz janë shumë. Ne mund të shikojmë si 2 deputet, por ne mund të shikojmë edhe si një hap i rëndësishëm për të gjithë ata që na shikonin me dyshim, që nuk kishin asnjë besim, mund të kishin dashamirësi, por nuk kishin asnjë besim që ne do ja dilnim, dhe është e pamohueshme me që përmendet Tiranën, që ne si forcë politike kemi patur një rezultat le themi të jashtëzakonshëm, sidomos në Tiranë. Jo vetëm sidomos në Tiranë, po sidomos në qendrën e Tiranës. Po të marrim 2 degët 5 dhe 7 dhe 10 që mbulojnë pjesën qendrore të Tiranës, ne aty kemi një rezultat që është pothuajse 8%. Kështu që është përtej çdo pritshmërie që kanë patur të tjerët. Është një rezultat inkurajues dhe që na bën të mendojmë që mesazhi ynë, vizioni ynë përqafohet nga një pjesë e mirë e shoqërisë, mund të themi edhe nga pjesa më e zhvilluar e shoqërisë. Këto e tregun votuesit, po ma thuj... Kështu që duhet të vazhdojmë të punojmë në të njëjtën mënyrë që kemi punuar deri më sot, të vetëdijshëm që na pret një rrugtim i gjatë, dhe jo i shkurtër, të paktën jo i shkurtër, duhet të vazhdojmë kokën poshtë edhe punë. Çfarë do thotë punë në parlament? Punë do të thotë të përfaqësosh interesin e qytetarëve dhe jo interesin tënd personal. Jo, Agron, edhe një herë ta vazhdojmë, se përparësia e jote si lider i ri është në 2 pika, se 2 liderët e 2 partive të mëdha realisht janë në shkurje sipër. Po s'paku kështu po them politikisht, pastaj sa zgjat është çështje e tyre, po dhe momenti parë është përparësia e juaj për një garë të ardhshme politike. Prandaj thash çfarë do bësh dhe si do të jetë diskursi. Meqense nuk e dha përgjigjen se ja lëm mundësisë to, atëherë po e bëj një pyetje shtesë, pse humbim mandatin e 3 në të gjitha sondazhet që i kanë bë tek e pas mandatin e 3 në 2 javët e fundit. Pse humbëm? Po. Pse humbëm mandatin e 3? Po. Këtu janë interpretim, kuptohet. Ku i keni pas defektet, e keni pas sigurt, e keni pas gati 2 muaj ditë mandatin e 3 gati në xhep. Ku mund ta kemi humbur? Ju e dini shumë mirë që të parashikosh në sondazhe forcat e reja politike është më vështirë, gjë më e vështirë. Gjë më e vështirë është të parashikosh numrin e votave apo përqindjen e votave që do marrë një forcë politike e cila nuk ka marrë kur vota përpara. Kjo është gjë më e vështirë për të bërë. Sepse votuesi ndikohet në momentin e fundit nga shumë elementë. Dhe elementi më i rëndësishëm është çdo votues që ka dhënë për herë të parë votën për Partinë Mundësia, në Tiranë jemi pothuajse mbi
rreth 6% në Tiranë, në Bashkinë e Tiranës, ka votuar më përpara një parti tjetër, dhe kështu që duhet vendosi të shkëputet nga partia e vjetër që ka votuar dhe të kaloj dhe të japi besimin një parti të re. Dhe mendoj që në këtë momentin e votës, kur kalon nga, le themi, dëshira, apo nga premtimi. Po flasë për 9.000 sa vota që i ke hupë në 2 javët e fundit. S'paku kështu, ajo që vota perceptive, po thëmë. Po këtë po them, unë mi këtë tani doj interpretime, se asë unë as ti nuk e ditë vërtetën, jo, nëse ti ke ndonjë të vërtetë. Perceptive është, po. Perceptime, dakor. Unë thjesht po them, mendoj që një pjesë e elektoratit mund të ketë vendosur në moment fundit, mos të ketë gjetur bindjen, forcën, apo ku e diun për të vendosur për ndryshimin, një pjesë tjetër mund të jetë ndikuar edhe nga elemente të tjera. Unë për shembull më ka ndodhur shpesh që shumë veta më kanë thënë, shumë janë ata që kanë thënë të kanë votuar dhe të mbështes, por disa të tjerë më kanë thënë, shiko, nuk do kisha dashur shumë të votoja për ty, por babai, shoku, miku, është ne këto element nuk i kishim. Çastet e fundit premtimi, kapja, kupton, është një gjë që polarizimi që ndodhë është shumë i madh se dhe mund të jetë edhe polarizim. Do më thanë që ju Tiranën ose fushatën e Tiranë nuk e ke përdor elementin arkaik familjar që është nuk e kemi përdor, por e keni përdor elementin civil që nuk e kemi përdor. Ne kemi vendosur votat tona, kjo mund të jetë një gabim në fakt. Votat tona janë vota, janë vota të një mesazhi të qartë, pa populizma, pa premtime, pa më jep votën të jap të ta kthejnë deri në këtë mënyrë, në një mënyrë tjetër, pa faktor. Ne kemi zgjedhur mos të bëjmë pazar ose marrëveshje me faktorë që mund na sjellin vota. Hyn kolegët e tjerë. Gjitha këto janë, por në fakt, pse kemi bërë të gjë, kemi bërë qëllimisht, sepse donim të kuptonim se sa na mbështesin, idenë ton, vizionin ton, nëse ti ke vënë re, besoj se ke vënë re, mesazhi ynë politik kanë qenë i qartë, i qendrës së djathtë, mesazhet tona kanë qenë të qarta, dhe që na dallonin nga gjithë të tjerët, sepse donim të merrnim një feedback, të merrnim një përgjigje nga qytetarët, e përqafojnë apo se përqafojnë këtë ide, këtë vizion që ne kemi. Edhe pse ka menduar që e ke djathtë e qendrës, më fal. Djathtë e qendrës, është e qendrës djathtë, është e qendrës djathtë, nuk është e djathtë në kuptimin perëndimor, është e qendrës djathtë. Gjua ka qenë e tillë. Gjua ka qenë e tillë, po. Nga viti 2008, zëdhe Gron, që është ngritur ky sistem zgjedhor, asnjë parti e re politike nuk ka mundur të hyjë në parlament. Në këto zgjedhje, për herë të parë, kemi 3 forca të reja që hyjnë në parlament: partia juaj, partia e Zotit Lapaj dhe partia e Zotit Qori. Nga kjo pikpamje, po ta shohim, duket sikur gota është gjysmë plot. Nga ana tjetër, në këto zgjedhje, në krahasim me zgjedhjet 2021, votuan 157.000 njerëz më pak, vota më pak. Dhe nga këto, Partia Socialiste pati një ulje prej 35.000 votash, ndërkohë që Partia Demokratike bashkë me LSI-n një ulje prej 248.000 votash. Dhe duke llogaritur që ju bashkë me 2 forcat e tjera jeni diku te 120.000 votat, duket sikur ju keni marrë në këtë terren nga votat e Partisë Demokratike dhe nga LSI-ja, ndoshta, por themi votat opozitare. Ne në bilanc të fundit kemi Partinë Socialiste që për herë të parë merr mbi 50%, ka shkuar 53% të votave. Në Shqipëri, një sekond, do verifikuar kjo, në Shqipëri pa diasporën? Vetëm pjesa e Shqipërisë, sepse diaspora është eksperimenti i luajtur për herë të parë, po, 53% vetëm në Shqipëri. Pra ne po llogarismë të ngritjen e madhe. Sepse atë proporcionalisht hodhin sa vota që është e sigurt kjo gjë? Po. Tani, është hera e parë që PS-ja kalon mbi 50%. Tani, në këndvështrimin tuaj, pra ju keni marrë pjesë, ke 2 muaj që jeni marrë në fushat, keni parë ditët e votimit. Çfarë ka ndodhur që në pritshmërinë publike, pra ju kur mendonit që ne do marrim shumë mandate, siç edhe partitë e tjera, ishit pak a shumë perceptimi publik që Partia Socialiste ka qeverisur gjithë këto vite me probleme dhe normalisht duhet të kuret. Partia Demokratike nga ana se ka pasur probleme pafund dhe nuk konsiderohet si alternativë, edhe ajo do të kurej, dhe ishte hapur rruga për partitë e reja që të ngriheshin. Në fund të ditës ne kemi Partinë Pushtet që merr rezultat historik mbi 50% dhe gjithë partitë e tjera bashkë që nuk arrin dot 48%. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri që kjo Partia në Pushtet mori kaq shumë vota? Aparte asaj që thatë që brenda kutisë votimit nuk është prekur asgjë. Çfarë ka ndodhur përpara se të vim kuti? Shiko, atëherë, përsa i takon këtyre llogaritjeve që
duke patur parasysh që Partia Socialiste ka rënë me 30.000 vota, Partia Demokratike ka rënë me 200.000 vota, na duhet lapse dhe letre të shpjegojmë që nuk është pikërisht kështu. Sepse nga llogaria... Dakor, po shifrat ka lloj-lloj mënyra për t'i kuptuar shifrat, se shifrat varin pastaj të njëjtat shifra mund të thonë dy gjëra të ndryshme. Ajo që ditë them unë për Jo 77-49 shifra këto janë. Po, unë flas edhe unë po të flas për këtë. Tani, ajo që po dua të them është kjo. Votat e Partisë Mundësia janë vota që nuk do shkonin kur për Partinë Demokratike. Sepse nga llogaria cenzore e tij duk sikur të gjitha partitë e reja dhe përfshi dhe Partia Mundësia, nëse ka marrë vota, duke patur parasysh që Partia Socialiste ka rënë vetëm me 30%, automatikisht i ka marrë tek, kështu që nuk është kështu. Nuk është kështu. Partia Mundësia ka marrë vota që nuk do shkonin kur për Partinë Demokratike. Një, e dyta, Partia Mundësia ka marrë vota sigurisht që votuesit që kanë votuar për opozitën e Partisë Demokratike në të kaluarën, ka marrë vota të elektoratit gri, ka marrë dhe vota të majta. Por është një gjë është e sigurt, që nuk është se po mos ishte Partia Mundësia, ato vota do shkonin të gjitha tek Partia Demokratike. Mund të shkonte një pjesë, po unë nuk besoj se do shkonte pjesa më e madhe te Partia Mundësia. S'mund të kërkon llogaritje pse e ke bërë këtë gjë? Po përveç saj, e bërë punë tënde në këtë rast. Për sa i takon... Kjo është sa që dalin dhe bërtasin këtë gjë është... Si është e mundur... Kjo është më e rëndësishme. Si është e mundur që pavarësisht qeverisjes 12 vjeçare, pavarësisht faktit që Partia Socialiste qartësisht e donte pushtetin për të mbrojtur nga drejtësia, se kjo është fakt. Tani po e tregojnë, sot kanë dalë, sot kanë filluar, sot ka rifilluar, është ndezur prapë përplasja, është përplasur ministri me Dumanin. Tani duan t'i vënë, t'a marrin në kontroll, pikërisht. Tani, se ka ndodhur, e para njërë. Ne presim nga vëzhguesit ndërkombëtar që të vinë këtu muajin e fundit, apo 2 muajt e fundit, edhe të monitorojnë procesin zgjedhor, të thonë, ka demokraci, ka patur zgjedhje demokratike, s'ka patur zgjedhje demokratike. Problemet e demokracisë shqiptare nuk ndodhin 2 muajt e fundit, apo 2 muajt e fundit. Ndodhin gjatë gjithë vitit. Më falë një sekundë. Unë e kam thënë, më falë, unë e kam... Po të listoj... Jo, po të njëjtën pyetje, kam dhe unë, po me fjalë të tjera. Ta jap të përgjigjen, saj pastaj masek është arrit jap përgjigje dhe... Besoj për të katër ne... Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një gjë shumë e thjeshtë. Shqipëria... Është interesante ta dim këtë gjë. Shqipëria, duam s'duam, na pëlqen s'na pëlqen, është një demokraci që nuk ka lidhje me perëndimin. Është një autokraci balkanike, tipike balkanike, ku dikush që ka marrë pushtetin në mënyrë demokratike me vot, pastaj vendos që mos ta lëshojë më pushtetin. Dhe kur një autokrat i vogël në një vend të vogël, të varfër, nga njerëzit që janë pak kënaqur ikin, gërryen ato lirit dhe institucionet, pak nga pak, gradualisht, pak të mediat, pak të ekonomia, pak të kontrolli mbi administratën, pak të përdorimi ose... Jemi okej me tita këto agron, po s'kemi thënë një gjë më të rëndësishme se këto. Duke përdorur për këtë moment, në mënyrë të zgjuar, arrin që pas 12 vjetësh, ndërkohë që ka një grup të madh ish ministrash, deputetësh, ose në burg për korrupsion, ose në hetim korrupsion, që kjo do të thotë që kanë vjedhur qytetarët shqiptar, pavarësisht saj arrin që të marri të rifitoj zgjedhjet për të katërt. Shumë e thjeshtë. Unë vazhdimisht kam kërkuar ju, vazhdimisht në 2 muaj rresht. Pse ju nuk bashkoheni të gjitha forcat me përjashtim të... Kjo ishte pyetja që ishte e njëjta? Është e njëjta gjë. Sa vota, sa deputet me ju po të ishit bashkuar me votat që keni marrë? Mund të mi thuash? Sa mernit? Mundësia... Ma thuaj ti sa. Mundësia... Jo, nuk e di. Po më thuaj. Shqipëria bet dhe Lëvizja bashkë. Do shta s'do merë të asnje? Urda? Do shta s'do merë një të asnje? Pa vëshë? Po e pyeta. Jo, s'ka matematikë që në po asnjë. E keni bërë? Po s'ka matematikë. Edhe 20 deputet. Bëjnë. Ata dhe cilët kanë votu ty, nuk do të votu. 20 deputet. Po jem, si Jo, zëmë. e ke bërë? 15. Po jem e zëmë, se s'kemi rezultate me zëmë. Bëni llogarit. Momentin e parë që Bëni llogarit. Me këto nuk... Ja një minutë. Po. që këto parti do dinin në parlament me programet që kanë, me ato prioritetet që kanë, sigurisht do ndaheshin dhe gjitha ajo magji do prishi. Do prishi magjia. Me identitetin që kanë, të marrin votat sipas identitetit të tyre dhe programet të tyre,
dhe të ndjekin linjën. Po jo vetëm kaq, ne dallojmë. Abilekaj, se që mund të ndaheshin këta dhe mund të vriteshin. Jo më bëj llogarit. Si që edhe në për studio hashin, një tjetrin, griheshin, ishin gati të grështoheshin, edhe në parlament ju mund ndaheshin. Pyetja ime shumë e thjeshtë. Është deri te kjo pikë. Sa deputet merreshin? Atëherë ta shpjegoj unë. Të tre bashkë, që do të thotë që diçka çalonte, që është e lidhur dhe me ligjin. Dhe vetëm partitë klienteliste. Ore kanë marrë partitë klienteliste, marrin gjithmonë këtu me këtë ligj. Edhe partitë klienteliste, Ilir Meta nuk ta ka pranuar, edhe pse ka patur një farë klientelizmi. Nuk ta ka pranuar, ka bërë grevë për këtë sistem. Dgjoj. Pastaj s'ka rëndësi se ç'ndoto. Këta mund të vrasin një tjetër. Atëherë, unë nuk e di, mund të bëjmë llogaritë edhe del se sa, por nuk mos mendo kush e i se çfarë, nuk se kalojmë nga 4 në 20. Ndonjë më shumë mund të jetë, ndonjë më shumë. Më beso. Shikojini të dhe, shikojini numrat, ndonjë. Po ti mbledhës gjitha votat, disa më shumë. Rezultati është komplet në disa më shumë. Ajo që është e rëndësishme. Nuk e di se do bashkoheshin do prodhodhin këtë numër votash. Po të përcaktuarit, a do votonin për ty? Ata të cilët janë ngërije këtu, a do votojnë për ty? Sa do mbisim ne nga bashkimi, nga pazari? Këtë mund të llogarisim? Nuk e llogarisim dot. Sa ishim ne brenda atij? Nga do ta merrnin vesh ne, më fal, vetëm ojulli po pritet ta futet Abileka se s'është futur fare. Po ta jap një përgjigje ose dëshiroj. Po më jep se ti thua sa do mbisje, pasi mbaron zgjedhjet. Pasi mbarojnë zgjedhjet ju mund ta zgjidhni. Një minutë më. Pardon. Mbasi mbarojnë zgjedhjet, ore partitë politike të panumurta në Shqipëri janë azgjësuar me përjashtim të partisë Ilir Metës, që pati azgjësimin e vetë specifik. Fundi, e megjithatë Berisha e mori dhe i dha 4. Ne vendosëm me vetdije të merrnim përsipër rrezikun që me votat tona mos të arrinim të zgjidhnim asnjë deputet. Ne e zgjodhëm sepse refuzuam, se e para njëherë donin të dinim sa mbështetje kishim. Dhe kjo është e vetmja mënyrë për të kuptuar sa mbështetje kishim. Sa mbështetje kishim ne, sa mbështetje kishte vizioni ynë, plani ynë, e para. Kjo ishte. E dyta, refuzuam çdo lloj pazari për të maksimizuar, sa do merrim, do merrim një deputet më shumë, do merrim 2 deputet më shumë, nuk besoj. Por ne ishim të vetëdijshëm që ky ishte hapi i parë dhe sfida jonë e parë ishte të merrim besimin e qytetarëve dhe të hynin në parlament. Ajo të vazhdoj Abileka. Unë mendoj që më shumë se kjo, se sa do merrin, ka rëndësi cilësia e partisë, e asaj mesazhit. Këto parti nuk ngjajnë me njëra tjetrën. Ngjajnë thotë. Domethënë, përjashto Alibejën edhe Bashën, që këta nuk duhet të lidheshin kurrë me partitë që rritin direkt nga sistemi i vjetër, nuk ngjan mundësia me partinë Shqipëria Bet, nisma Shqipëria Bet. Është parti më shumë populiste, këta janë parti e qendrës djathtë pak më doktrinale, nuk ngjajnë me njëra tjetrën. As me partinë e Arrinçorit e Majt. Kështu që këta janë 3 partitë ndryshme. Nisma Shqipëria Bet mund të jetë një parti që ti mund ta rendisësh në qendër, në të djathtë, në të Majt, sepse është një parti që nuk ka doktrinë në vetvete, por ka një, si të themi, ka disa slogane të cilat janë më shumë populiste. Këta kishin një program dhe një komunikim në cili ishte gjithi qendrës djathtë dhe kuptoi qartë fare qartë. Dhe votuesi, përveç faktit që votuesi shkoi i Majt, mund të ketë shkuar këtu, se ka parë një shëmbëltyrë të njeriut pa korruptuar, që nuk ka abuzuar në pushtetin e tjera, të shej. Pjesa tjetër janë të qendrës djathtë, janë ata djathtët që nuk e shohin veten të përfaqësuar, apo? Kështu mendoj unë, nuk e di si se keni gjetur juve. Kështu që nuk besoj se ishte e nevojshme. Përkundrazi, më mirë të japim identitet elektoratit dhe partive dhe të ndjekin doktrinën, se sa të bëjmë parti pazare siç kemi pas deri tani. Deri sot. Që mund merrni më shumë deputet, por ama nuk kemi asgjë. Abilek pa pazare. E dyta që unë dua të pyesa gjonin është që ne folim për çështjen e cilësisë zgjedhjeve. Ju thatë që jeni dakord që cilësia e zgjedhjeve ka qenë skandaloze. Skandal, po. Sigurisht nuk kanë vjedhur kuti, sepse vjedhja në kuti ka kohë që nuk funksionon në Shqipëri dhe nuk përdoret fare në përgjithësi. Ju si e mendoni, duke lexuar raportin e SBO-Dirit, duke parë reagimin e Partisë Demokratike, a mund të klasifikohen këto zgjedhje të pranueshme apo të papranueshme? Atëherë, janë të pranueshme apo të papranueshme në funksion të kush është subjekti do t'i pranojë. Tani, ne pam për shembull, a janë njerëzit që ju takonin juve, a ndjeshin të shantazhuar pak më vonë nga një zyrtar i shtetit? Unë kam patur kandidat për deputet, të cilët kishin prindrit që punonin në shtet dhe ju bënin presion prindërve. Prindërve të kandidatit.
Kështu që mos, unë e di shumë mirë, mua më akuzojnë, sepse kam qenë transparent me financimin e partisë politike, kam thënë që kam vënë parat e mia, kryesisht, pjesa më e madhe, se ka patur edhe kandidatë të tjerë, mbështetës të tjerë që kanë... Ja akuzojnë pse parat e tij. Ndërkohë, Partia Socialiste harxhon 10 miliona euro, 10, mos themi 100 miliona euro, le që s'ka limit, ka një buxhet pa limit. Pa kontroll. Pa kontroll, kupton? Alex, nuk si mund të jenë këto zgjedhje në kushte barabarta, si mund të jenë zgjedhje të pranueshme. Por ajo që do të them, pse thash në varësi nga subjekti, ne pam që erdhën të gjithë, një javë pas zgjedhjeve, zgjedhje të cilat do kishin pranuar kur në vendet e tyre, se kjo është e vërteta. Por që për Shqipërinë thonë, mëse Shqipëri është këto zgjedhje të pranueshme janë. Ata shojnë ditën e Më thoni në cilin vend të botës, në cilin vend të botës perëndimore, do pranoj si një gjë normale që të mbyllet një nga rrjeti social më i madhi dhe më për komunikimin si TikToku një muaj para zgjedhjeve. Më thoni ku do pranoj gjë të tillë. Më thoni ku në cilin vend demokratik do pranoj që brenda listës së majorancës do kishte të akuzuar për korrupsion nga SPAK-u. Ishin të arrestuar apo të hetuar dhe me akuzë komunikuar. Me akuzë të komunikuar. Më thoni në cilin vend kjo do ishte një gjë pranueshme, normale. Një qartësisht një kërcënim për drejtësinë. Dhe po marr vetëm disa raste, por mos folur për Elbasanin ku dalin anonime apo për Durrësin apo në të tjera. Por ajo që është e rëndësishme që të kuptojmë, ky është realiteti ku jemi. Vinë ndërkombëtarët dhe thonë, po mëse për Shqipërinë mirë është. Se Shqipëri kjo qëllimi ynë dhe shoqëria, ne do flasim me shoqërinë. S'duam shoqëria, ne mos i pranojmë. Unë mos i pranoj zgjedhjet. Por i pranon shoqëria apo si pranon shoqëria këto zgjedhje? A ka fuqi të reagojë shoqëria, është puna edhe po si pranoj? Ka fuqi, po tani ne duhet jemi të vetëdijshëm se ku jemi. Shiko, ne po diskutojmë për zgjedhjet tani. Si mendoni ju këtë? Se ju thatë që është e vështirë rotacioni. Ne po diskutojmë. Duke nisur nga këto gjë, apo jo? Tani unë mendoj këtë. Qofse bën zgjedhjet pa pranueshme, qofse shoqëria s'reagon. Ne nuk duhet të diskutojmë. Unë mendoj që ne nuk duhet të diskutojmë për zgjedhje ose të diskutojmë për zgjedhjet, por ne duhet të diskutojmë për zgjidhjen. Cila është zgjidhja? Nga sot edhe tutje, cila është zgjidhja? Zgjidhje pas zgjedhje. Më fal, cila është zgjidhja? Ose më mirë, çfarë mund të bëjmë ne? Ne çfarë mund të bëjmë? Kjo është arsyeja pse unë kam kërkuar, edhe kur isha brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj që në kushte të tilla, kur hapësirat për të arritur një rotacion politik në Shqipëri janë shumë të vogla, janë jashtëzakonisht shumë të vogla. Në këto kushte opozita do të jetë perfekte. Nuk ka asgjë tjetër. Duhet të jetë perfekte, duhet të jetë e besueshme. Opozita në këto kushte nuk duhet të gabojë asgjë. Nuk duhet të gabojë, se unë flas për veten time. Unë di që nëse dua të jap një zgjidhje, duhet të jem unë do të shikoj një nga vetja dhe pastaj ti them se njerëzit duan zgjidhje nga unë. Nuk duan që unë të ankojmë të them sa legen ky, si Rama, si e bëri, si i volli. Duan të gjojnë edhe ato, po duan të shojnë nga unë. Dhe unë prandaj kam të thënë gjithmonë, o burra, të vazhdojmë të denancojmë korrupsionin, pa drejtësit, shkeljet në zgjedhje, por mos të harrojmë. Duhet ne të bëjmë të besueshëm. Të kam të brenda Partisë Demokratike. Dhe ditin që kam dalë se umba besimin se kjo do ndodhte aty. Por i ka të gjitha partia, opozita, ka të drejtën e saj dhe ka evidenca dhe fakte sa të duash nga sot edhe në 50 ditë të ardhshme të ketë alibin që pse ka humbur zgjedhje, sepse zgjedhjet nuk kanë qenë demokratike të nivelit perëndimor. S'kemi nevojë të bindim askënd. E dinë si ndryshon. Dhe mirë çfarë do të japim. Problemi si ndryshon. Dhe unë mendoj që duhet të fillojmë, po me luftë, cila është? Me luftë kapim armët. Po me si ndryshon pra? Qofse zgjedhjet janë paravendosura. Që thoni rotacioni është shumë i vështirë. Unë them që e kam thënë gjithmonë edhe më kanë akuzuar agron si futesh ti në zgjedhje, duke thënë që qeveria bën gjithçka për ta bërë rotacionin politik të pamundur. Kam thënë gjithmonë, hapësirat për të bërë rotacionin politik janë shumë të vogla. Dhe për të shfryzuar ato hapësira duhet të jemi perfekt. Këtë kam thënë. Parlamenti i ardhshëm do ketë 83 deputet majorancës dhe me gjasa deri në shtator mund të shkojnë edhe 92-93. Tu s'është më të djezgjë. Kështu që opozita është, themi ka të ndishur, po mund të shkojnë në janë të gatshëm të gjithë pushtarë për të shkuante nga ana tjetër. Dhe opozita ka numrat që ka për momentin. Ju jeni 2 deputet. Tani, ju keni 8 vite në parlament dhe e dini, një deputet ka 1 minutë kohë për të folur, mund të përdorë një iniciativë vetëm, po që asnjëherë nuk është dëgjuar.
Tash si është, si do jetë mundur, çfarë do bëni ju që zëri juaj mos jetë thjesht kritik, po të jetë zë efektiv? Vitin e fundit në parlament, nëse keni ndjekur me vëmendje, sidomos nga opozita, nga që unë kam qenë aktiv në parlament, kam qenë shumë aktiv në parlament, me ato hapësirat të 1 minutë, që një thua ti 2 minutë, po dhe pa minuta fare, se ti opozitin e bën edhe jashtë parlamentit, filluan dilnin fjalë që unë kisha mbështetje gjoja nga majoranca, se majoranca kishte zgjedhur mua që unë ti isha opozita. Ku në fakt, ata përkundrazi, mua mbyllën biznesin, sepse fola për një gjë që askush tjetër nuk foli. Për mandatin e Gjaxhkës, sepse unë e kam shuar në parlament. Unë e kam ngritur si çështje. Unë jam përplasur me Gjaxhkën dhe pastaj erdhën të gjithë nga pas, sepse kuptuan që nuk mund të heshtin më. Dakord? Dhe më mbyllën biznesin, kështu që mundësia, një nga problemet që kemi patur, do ta themi, ka qenë që jo gjithmonë opozita ka qenë e vërtet. Dhe hapësira për të bërë një opozitë vërtet, ka sa të duash. Dhe nuk është limit, por me 1 minutë, me 30 sekonda. E di sa është fjala në parlamentet perëndimore, se sa mund të flasin deputetët? E di sa mund të flasin? 2 minuta. Nuk ka. 2 minuta, sa ta janë ja 500 veta. 2 minuta. Duhet i thuash në 2 minuta. Po, ata po flasin atje në perëndim. Po jo, por edhe këtu, nëse thua gjën e dur, nuk të duhen 20 minuta. Po pra, po më thash... Mjaftojnë 2 minuta, 3 minuta. Ti thua thelbin përkundrazi. Sa më shumë flet, aq më shumë nuk do të thuash atë që duhet thuash. Po, inflativ, nuk mbetet asgjë. Nuk mbetet asgjë. Pastaj problemi tjetër ka qenë që çfarë është thënë aty, tjetër, unë kam patur raste ku pas jam përplasur në parlament, kam dalë jashtë parlamentit dhe mediat që janë 20 kamera aty të turen në përgjithë, sa po i shikon të turen, bënin sikur ishin të zënë me çfarë tjetër. Ka personazhe, po ashtu kishin marrë, ja priste na doli çështja. Ka deputet aktual ose personazhe të njohur të opozitës që do donin të afroheshin te forca juaj? Shiko, ka patur gjatë parlamentit të shkuar, ne na ofruar shumë deputet të Partisë Demokratike që donin të bashkoheshin në Partinë Mundësia. Dhe ne kemi zgjedhur mos të përfshim asnjë prej tyre. E kemi bërë qëllimisht, sepse nuk donim të jepnim idenë që po kafshonim nga Partia Demokratike dhe nuk donim të jepnim idenë që ne donim të dukeshim më shumë se çishim apo donim t'ia dilnim duke bërë pazare, le të themi. Nuk e di në këtë parlament, se unë akoma nuk di listën e deputetëve kush janë, por, shiko, një gjë është e sigurt. Ajo që do të them është kjo. Unë e di që kishte shumë dyshime në lidhje me Partinë Mundësia. E di unë, edhe nga njerëzit dashamirës, jo vetëm se dhe kishte nga ata që si ishin dashamirës se bënin kastile për të trembur elektoratin ton. Është e natyrshme, absolutisht. Po kishte edhe dashamirës, dakor? Dhe e di, ishte dyshues, sepse ajo që donin të bënim ne ishte përtej pritshmërive, absolutisht përtej pritshmërive, të dalësh i vetëm nga një parti politike. Dhe thuash, do bëj një parti politike, dhe do hyj në zgjedhje me këtë sistem zgjedhor, dhe do nxjerr 2, 3 apo 4, apo do hyj në parlament, për shumë thotë ky është çmendur. Thoshin mua kë keti nga pas, me kë jeti, kë tjetër keti. Por ne zgjodhëm mos kishim asnjë nga këta emrat e mëdhenj që na thonë. Por tani jemi në një fazë tjetër. Ne arritëm sot të tregojmë të gjithëve që edhe atyre që ishin dashamirës, po thjesht nuk ishin besimin, që ne arritëm diçka, arritëm deri këtu. Po ky është vetëm fillimi. Tani ka ardhur momenti dhe ne jemi të hapur ndaj të gjithëve, kushdo, jo të na bashkohet ne se duket sikur hajdeni bashkohuni tani ju, ne që e zëm se s'kemi bërë asgjë. Hajdeni tani. Hajdeni ta vazhdojmë tani. Ne sonë deri këtu. Dhe kjo vlen për të gjithë. Për të gjithë. Sidomos, jo për të gjithë do thot, sidomos ndaj atyre që nuk janë parlament. Atyre që janë jashtë, por që besojnë dhe kanë fituar, kam patur në telefonat e komunikime me shumë, që sot nga thënë, po, tani, edhe mund të afrohemi, se tani tregove që treguat që edhe mund të bëhet. Sepse ju deri tani që ishit në fushat, një vit që kishit përgatitur partinë, dhe morët një rezultat me 2 deputet. Dhe keni deklaruar vetë që deri në këto moment unë e kam financuar vetë partinë. Pra kam dhënë paratë e shtëpisë time, biznesit tim për të ngritur një forcë politike. Tani që partia nuk është më e vogël dhe sipas jush planet janë që kjo parti të rritet, pra ju do të ngrini struktura në çdo qark, në çdo qytet, themi. Si do vazhdoni ta financoni ju partinë? Do vazhdoni prapë të jepni paratë tua apo keni gjetur një mënyrë tjetër? Ne sot kemi bërë mbledhjen me koordinatorët e Tiranës, sepse është ajo shprehja që ditën pas si shpallet rezultati, fillon fushata për zgjedhjet pasardhëse. Sot kemi bërë mbledhjen e parë
Dhe një nga çështjet që është diskutuar me grupin e ngushtë, kuptohet, të drejtuesve, ka qenë pikërisht kjo. Tani duhet fillojmë të organizohemi si një parti politike perëndimore dhe moderne, po krijojmë departamentin apo zyrën e fundraising, ku do fillojmë që tani të mendojmë se si do financohet partia politike pas kësaj fazës fillestare, ku zgjodhëm që mos i shtrinin dorën askujt, për të patur lirin dhe pavarësinë e nevojshme për një fushat siç duhet dhe për bërë dhe një opozit të paktën në zgjedhjet në mandatin e parë. Kështu që kjo është një çështje me cilën po merremi dhe unë jam optimist që do arrim të mbledhim një numër mbështetësish. Është një çështje, nuk është e lehtë si çështje, jo të gjithë janë të gatshëm të japin kontribute dhe për një gjë jemi të sigurt. Nuk bëhet me 5 euro, 10 euro, 15 euro secili, është e pamundur, në këtë ndështrimin tim të paktën. Duhet një grup jo i vogël, sepse sa më i vogël është aq më shumë secili prej tyre mendon se fiton një vendimarrje. Paguan pastaj do shpërblimin. Kështu që duhet një numër jo shumë i madh, po dhe jo shumë i vogël, që secili prej tyre të marrë përsipër që t'japi një kontribut modest, po jo shumë modest, që partia të ketë edhe lirin, po dhe fondet e mjaftueshme për të çuar përpara betejat politike. Nuk do të jemi shumë gjatë se kemi edhe pjesën tjetër, që une një pyetje edhe një konstatime kam, unë nuk pajtohem shumë që gjithçka është te para ose te lekët. Gjithçka? Që gjithçka është te lekët, nuk është gjithçka te lekët. Te lekët? Po. Ajo që e përcakton. Nuk thash që është gjithçka te lekët. Jo, nuk thash. Unë po mendoj që the që ke vështirësi, kur thuash që kam vështirësi, domethënë që duhet një... është e rëndësishme, është element i rëndësishëm. Është i rëndësishëm. E ka të bëjë me pavarësinë. Ajo që është e rëndësishme është rrëfimi i bin njerëz. Se tash ju jeni legjitimuar si të pavarur, ose një përcaktimi i pavarësimit juaj, dhe përcaktimi prej pavarësimit deri te bindja e do një rrëfim. Ky është momenti, ose dje ka qenë momenti që të nisni rrëfimin e ri se çfarë ka ndodhur edhe me votën, edhe me fitoren e Partisë Socialiste, edhe me debaklin e Partisë Demokratike dhe rrëfimi yt i ardhshëm. Përtej kësaj, rrëfimi që do të jetë bindës është ajo që përcakton votën edhe në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme. Nëse ju tregoni se keni rrëfim tash e tutje me një herë dhe nuk flani, besoj që suksesi është i sigurt. Nëse flani, edhe rreziku gjithmonë në vendin janë probleme këto. Rreziku në vendin që ku ne jemi me këtë traditë që ne kemi dhe me këtë kulturë demokratike që kemi, rreziku është gjithmonë mbi kokën e partive të tjera. Tani unë kam dhe një pyetje tjetër, zoti Agron. Shumë njerëz ja vënë fajin kodit elektoral e tjera që ju penalizoi. Po mos vallë më shumë se kodi ju ka penalizuar strategjia juaj. Ndoshta ju duhet të përqendrohesh në disa qendra. Për shembull, citoj kryeqytetin Batoni apo qendra të tjera, sepse shtrirja në të gjithë vendin ka pasojat e veta. Për shembull, partia tjetër e re që ishte, mori shumë vota në për 60.000. Edhe nuk ka ti... Ama ju edhe gjykimi publik bëhet, nëse koncentrohesh vetëm në dy, pastaj gjykimi publik është i ashpër. Ja, për shembull, Tom Doshi, po ta vesh retia, i nuk del në përsondazhen për këto, po qëllon në 2, 3, 4 rrethet dhe qëllon fort. Tani, me që përmëndet, një nga arsyet... Nuk është e re si partia, jo. Një nga arsyet se nuk e përmënda kur u diskutua... Pam, dersi në ndetse. Se në një farë mënyre... Smerët seriozisht. Se në një farë mënyre sondazhet tona, sondazhet në nxjerrin një rezultat pak më të mirë se ai që ndodhi në Tiranë, kryesisht. Është sepse në sondazhe nuk është i përfshirë fenomenet i Tom Doshi dhe shumë të tjerë, që janë vota që ti nuk i përcaktohesh. Nuk i kap dot. Dhe del me 3%, pavarësisht se në sondazhe të del me 0.5 apo 1%, kështu që automatikisht kur rriten këto fenomene, po dhe Partia Socialiste për shembull, në rezultate doli më mirë se sondazhet, sepse Partia Socialiste pastaj ka atë efektin e ngjashëm me atë të partive që nuk e fitojnë besimin nëpërmjet mënyrave tradicionale dhe të ligjshme. Një sekond. Po dhe sigurisht dhe kjo ka të bëjë. Tani ne në fakt ne u përqendruam mbi Tiranën, por mund të vendosim mos të merreshin fare me qarqet. Por ne jemi
ne jemi dhe donim të perceptoheshim si një parti kombëtare. Jo një parti e lidhur me një qark të vetëm, mendoj se politikisht kjo gjë do na dëmtonte më shumë se ç'do na ndihmonte me një mandat më shumë. Po kishim dhe shpresa në qarqe Mundesh, po deklarohesh publikisht. Unë jam i përcaktuar për ta ndryshuar Tiranën. Dhe kishim dhe pritshmëri jashtë Tiranës, nuk është se nuk u nisëm me idenë, nuk ishim të mbindur 100% që ne jashtë Tiranës nuk do merrnim mandate. Në Vlorë, për shembull, në qytet në Vlorë ne kemi marrë 8% votave. Kuptohet që mesazhi ynë në zonat rurale nuk ka shkuar ashtu si ka shkuar në qendrat urbane, është një gjë me cilën duhet punojmë. Dr. Baç nuk mbërriti mesazhin. Roja që Por në shumë vende nuk mbërriti, por që do punojmë edhe pluma të dërgosh që do punojmë më shumë herën tjetër që të rridhe aty, se kjo është. Bëje turin e falënderimit një herë, pastaj ndërtoi rrëfimin edhe në rregull. Zoti Agrone, të falenderojmë për urime dhe besoj pastaj duhet është jemi një vend, domethënë, ku duhet shumë punë. Ti sigurisht mos e dëgjoj këtë skepticizmin tim, sepse unë duke parë këto 35 vjet tu çka ndodhur, edhe mund të gaboj, mund të ndryshojnë gjërat, po për mua domethënë. Po s'të dëgjova në fillim më ylli s'do dëgjoja tani. Nuk dëgjove fare? Në se dëgjova që në fillim se ishte për ty. Kem sa po më the para disa orësh që ty të dëgjova the, po lere s'po ta them, po ta Për çfarë ishte, s'më kujtohet tani. Edhe unë nuk do thotë që s'të dëgjoja. Për partitë që për pasuritë që kanë vënë politikanët tanë, pa hajde se të njerë tjetër. Faleminderit shumë, ne sigurisht do jemi prezent dhe herë tjetër. Në pjesën e dytë Zoti Agrone do të kemi, në të ftuarit e tjerë, zotin Klevis Balliu, që do të ngjitet tani, ka ardhur, që aty, dhe do të flasim për opozitën që nuk e zgjedhet, por zoti Klevis është njeriu që vjen në bisedë, shumë të tjerë nuk hapin telefonin e tonë. Por po që më të thashën të bashkë të gjithë, po vështirë shumë është Zoti Agrone. Nuk hapin telefonat. E kuptoj. Është e kuptueshme. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë.